Sot do të ndaj diçka me juve që mundet me ndryshu gjithë jetën tënde brenda 5 minutash. Dhe ajo është që bota jote e jashtme nuk ndryshon derisa ti të ndryshon botën tënde të brendshme. Energjia jote është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ti përpiqesh me manifestu diçka dhe nuk ke punu me energjinë tënde ose nuk punon me energjinë tënde, e ki shumë më të vështirë me manifestu ato gjërat që ti dëshiron, sepse po vepron nga një frekuencë të ulët dhe kjo nuk të ndihmon me arrit asgjë në jetën tënde. Pra shikoni këtë video deri në fund nëse dëshironi të kuptoni se si të manifestoni gjithçka që dëshironi shumë më lehtë. Në librin The Master Key System, Hannell thot që bota e jashtme është pasqyrë e botës së brendshme. Dhe ne manifestojmë atë që jemi, jo atë që dëshirojmë. Pra, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që është e rëndësishme që ti të ndihesh si verzioni yt ideal tash, nëse dëshiron me pa ndryshime. Ndoshta e keni dëgju historinë e Jim Carrey, aktori i famshëm. Ai e ka vizualizu që do të bëhet aktor dhe unë di sikur është në atë realitet tash. Dhe ka shkruajt me një letër 10 milion dhe faleminderit që i kam manifestu 10 milion dhe që tash jam aktor. Dhe disa vite më vonë, projekti i tij më i madh ka qenë saksisht 10 milion dollar dhe ai e manifestoi realitetin që ai dashte. Ka shumë shembuj të tjerë të njerëzve që kanë manifestu gjithçka që kanë dashur në jetën e tyre. Unë kam qenë në një realitet krejt tjetër, krejt ndryshe prej asaj që jetoj sot dhe më kujtohet si sot kur e kam gjetë librin The Secret. Kam pas 19 vjetë dhe kam qenë duke studiuar psikologji dhe energjia ime ka qenë shumë ndryshe, shumë më ullët, nuk kam qenë shumë e lumtur aty ku kam qenë, nuk kam pas shumë vetë besim ose confidence, thjesht nuk jam ndi e mjaftueshme dhe bota ime jashtme ka reflektuar atë. Kam qenë në një lidhje shumë toksike dhe nuk kam qenë aty ku kam dashur dhe fillova me punu me veten, fillova me kuptu se çka është me dashur veten, me vlerësu veten, me punu me energjinë time. Dhe nga ai moment, gjithçka në jetën time ka ndryshu për mirë dhe kam manifestu gjithçka që unë kam dashur në jetën time dhe vazhdoj me manifestu gjithçka që unë dua. E kam manifestu partnerin tim, shtëpinë time të ëndrave, punën time të ëndrave, biznesin tim të ëndrave dhe punoj me klientët ashtu siç e kam vizualizu. Klasat e zumbës, nuk po ju tregoj këto gjëra për me u mbur, po thjesht po du mi u inspiru dhe mi u tregu që nëse unë kam mujt mi manifestu këto gjëra, nëse njerëzit e tjerë kanë manifestu, është e mundur edhe për ty dhe edhe ti mundesh me i manifestu këto gjëra, ose me kriju verzionin ose realitetin që ti dëshiron. Vetëm duhesh me ndryshu energjinë dhe me u ndi si ai verzion. Më kujtohet që kur kam qenë single, dhe kam qenë në proces duke manifestu partnerin tim, jam ndi si kur jam në një lidhje shumë të shëndosh dhe jam ndi ashtu siç kam dashur me u ndi në një lidhje. Jam ndi e lirë, jam ndi e dashuruar, jam ndi e plotësuar. Po e rëndësishme ka qenë që unë jam ndi mirë edhe pa atë manifestim, jam ndi mirë edhe pa i pa ato rezultate me njëherë, sepse unë e kam ditë, kam qenë e bindur që kom e ndodhë, që unë kom i manifestu krejt këto gjëra. Ashtu njëjtë edhe me biznesin tim, krejt klientët që unë i kam tërheq të unë, sepse unë e kam pa veten, e kam vizualizu veten duke punu me ta, duke ju ndihmu dhe kam vizualizu veten, e kam ndje si kur jam instruktorja e zumbës dhe që klasat e mia gjithmonë
kanë shumë njerëz brenda tyre dhe që energjia është shumë e mirë dhe tashmë e kam atë realitet. Punoj shumë afër shtëpisë time, sepse normal e kam djalin tim. Dhe gjithçka që kam dashur kam manifestuar dhe kjo është e mundur edhe për ty. Diçka që shpesh ju them klientëve të mi dhe po ju tregoj sepse me të vërtet kam dëshirë me ju ndihmu, është të marrin një fletë dhe të vizatojnë ose të shkruajnë për versionin e tyre ideal. Si vishet ai person, si duket çdo ditë, çfarë ushqime konsumon, çfarë zakone ka ky person, si mendon, çfarë libra lexon, si e shpenzon ditën ai person. Dhe shpesh herë ju them të zgjohen në mëngjes dhe të mendojnë si kur janë ai verzion tash. Ti tash je ai verzion. Pra si mundesh ti me vepru më shumë si ai person. Për shembull, për mu mundet me qenë me u zgju në mëngjes dhe me planifiku një video. Për ty mundet me qenë nëse dëshira jote është me studiu mjekësi në fakultet. Si kish vepru ai person? Edhe diçka tjetër, kur flasim për energjinë tonë dhe për me punu me energjinë tonë, besoj që mënyra më e mirë dhe më e shpejt për me ndryshu energjinë tënde, për me qenë në një energji ose një frekuencë më të lartë, është me meditu. Kur ti mediton, ti ngadalson mendimet, ndihesh shumë mirë në atë moment, pa asgjë tjetër, nuk ki nevojë për asgjë tjetër me të plotësu në ato momente, dhe kjo energji është shumë e fuqishme dhe ti krijon hapësirë në jetën tënde për me mendu për gjëra që janë të rëndësishme për ty, sepse kur nuk meditojmë, mundemi shumë ndiku nga mendimet që i kemi, shpesh herë mendimet tona janë negative, siç ju e dini. Dhe kur meditojmë, ngadalsojmë mendimet, lejojmë hapësirë për me mujt me mendu për ato gjërat që ne dëshirojmë mi kriju në jetën tonë. Edhe diçka tjetër që mundet me të ndihmu është me u ndih mirë në këtë moment, në momentin prezent. Sepse nëse ti nuk ndihesh mirë, aty ku je tani, nuk e di se çfarë rrethana keni, çfarë situata jeni të u marrë, po nëse mundeni me gjetë vetëm një gjë për të cilën mundeni me u ndih mirë, mundoni mu ndih mirë për atë gjë. Edhe nëse të duket që nuk ki asgjë pozitive në jetën tënde, ose asgjë të mirë në jetën tënde, besomni që jetën ndoshta që ti ki tash, dikush ëndrron me pas atë jetë dhe me qenë sikur ti. Kështu që ndihuni pak më mirënjohës për aty ku jeni, sepse nuk do të thotë që do jeni gjithmonë aty. Shpresoj që kjo video ju ka ndihmu sadopak dhe nëse keni ndonjë sugjerim për një video tjetër, më tregoni në komente. Nëse dëshironi të punoni me mua në seancat private, mundeni më kontaktu në emailin time ose në Instagram, të dyat i luen në descriptions. Dhe deri herën tjetër, miropafshin dhe kaloni shumë bukur. Tung tung!